Në fundin e muajit prill të këtij viti në qytetin bregdetar të Vlorës nisi një projekt i cili parashikonte në pastrimin e pyllit të sodës nga drurët e rrëzuar prej vitesh për t'i hapur rrugë mbirjeve të bimëve të reja dhe gjithashtu për t'i dhënë frymarrje një prej pjesëve më të rëndësishme të qytetit. Projekti i cili vazhdoi deri në maj dhe më pas u pezullua për shkak gjasme të sezonit veror, ndërkohë që kemi kaluar tashmë në tetor dhe në pyllin e sodës duhet kishte nisur faza e dytë e punimeve, por faktikisht nuk punohet. Në pyllin e sodës vazhdojnë që edhe siç ndodh pas shpinës time të ketë me qindra drur të rënë, duke dëmtuar mushkrinë e qytetit të Vlorës çdo ditë edhe më tepër. Sipas informacioneve zyrtare, të cilat u vendosën në dispozicion të publikut vendas në muajin maj, punimet për pastrimin e pyllit të sodës ishin ndërprer për shkak të sezonit veror për mos të bërë pengesë në vijshmërinë e turizmit në qytet. Afati që do të realizoheshin këto punime ishte 6 muaj, ku një pjesë e tyre ishte parashikuar të realizohej përgjatë periudhës parasezonale, më konkretisht në muajt prill, maj dhe qershor, dhe pjesa tjetër në muajt e vjeshtës, shtator, tetor dhe nëntor. Por firma e cila mori përsipër këtë projekt i ndërpreu punimet që në muaj maj, një muaj përpara se ç'ishte dakortësuar se do të ndërpriteshin, pas asaj që cilësohej si realizimi i fazës së parë të punës. Megjithëse kjo firmë i ndërpreu punimet në maj, asnjë shenjë nga nisja e punës nuk ka ende në teren. Me sa duket, projekti është pezulluar duke humbur gjurmët dhe punimet janë braktisur, pasi as këtë tetor, më tepër se një muaj e gjysmë nga koha, kur duhet të niste puna, në zonë nuk ka asnjë shenjë nga nisja e projektit. Siç vihet re, në mushkrinë e Vlorës ka ende shumë drur që janë për tokë, madje ka shumë pemë të llojit pish, të cilat kanë rënë mbi njëra tjetrën, duke dëmtuar të tjerat rungje dhe duke u bërë sot shkaku përse pylli të dëmtohet dhe situata të agravojë më tepër. Jo vetëm kaq, por këto pemë nuk i japin më sot mundësinë pyllit që të gjenerohet, pasi pengojnë zhvillimin e fidanëve të rinj, duke penguar edhe vazhdimsinë. Vlen të theksojmë edhe faktin që projekti në 2 muaj që u realizoa, vetëm sa e dëmtoi më tepër pyllin, duke mos dhënë asnjë efekt pozitiv në të. Nga zona e plazhit të vjetër deri te kanali motorit, vend ku u parashikua të realizohej, më tepër u pren dhe u larguan prej andej drurët e mirë të shëndetshëm se sa ata të cilët ishin rrëzuar. Drur këta që u pren për të dërguar më pas në një prej firmave private, e cila drurin do ta përdorte për përfitime monetare dhe sigurisht që i duheshin drur të shëndetshëm për të përfituar edhe më tepër. Projekti sot që flasim nuk ka asnjë efekt në pyllin e sodës. Në teren duken ende shenjat e trungjeve të cilat janë prerë dhe vazhdojnë të qëndrojnë të tilla, ndërkohë që shumë pranë tyre janë ende drur të rrëzuar. Me këto ritme, por edhe më tepër nga dëmtimet që ka pësuar pylli i sodës nga ky projekt, rrezikohet të shkatërohet brenda pak vitesh një prej pasurive më të mëdha të qytetit të Vlorës.